në Republikën e Kosovës. Të nderuar deputet, deputeti Fetah Rudi, mbështetur edhe nga 8 deputet të tjerë, ka parashtruar kërkesën për debat parlamentar lidhur me çështjen e lartë përmendur. Në marrëveshje edhe me inicuesin e kësaj seance, deputetin Fetah Rudi, do ta marr unë fillimisht fjalën për të proceduar pastaj sipas rendit të ditës. Të nderuar deputet, edhe njëherë shumë të nderuar mysafir të kësaj seance të veçantë. Mundësitë e barabarta në arsim, hapësirat shkollore të përshtatshme për lëvizje pa pengesa, qasja e lehtë në çdo hapësirë publike apo private, transporti publik i përshtatshëm, asistenca individuale, punësimi, programe mediatike e kurikul adekuate shkollore, jetë larg stigmës, janë vetëm disa nga të drejtat që ende kemi shumë punë për të bërë, për të garantuar personave me nevoja të veçanta në Republikën tonë. Të dashur qytetarë të Kosovës, sfidat me të cilat ballafaqohen personat me aftësitë kufizuara nuk janë pasqyrimi i nevojave, por janë reflektim i dështimit tonë si shoqëri për të siguruar atyre mundësi të barabarta. Dita ndërkombëtare personave me aftësitë kufizuara shënohet çdo vit me 3 dhjetor, në këtë datë që deputeti ynë Fetah Rudi ka kërkuar që të diskutojmë bashkarisht, për të promovuar pjesëmarrjen e plotë dhe të barabartë për personat me nevoja të veçanta dhe për të ndërmarrë veprime për përfshirjen e tyre në gjitha aspektet e shoqërisë dhe në proceset zhvillimore. Prandaj kjo është një ditë për të reflektuar mbi atë se sa punë kemi bërë, ne si kuvend, por mbi të gjitha sa i ka zbatuar ekzekutivi ato që i kemi votuar ne. Kjo është një ditë për të vlerësuar gjendjen reale të personave me nevoja të veçanta në Kosovë, por mbi të gjitha është një ditë për të kuptuar se sa jemi dëshmuar ne si shoqëri, të gatshëm për t'i përfshirë ata në gjitha organizimet, planifikimet dhe proceset në vend. Gjetjet e raportit standardet ndërkombëtare mbi çështjet e aftësisë së kufizuar ku qëndron Kosova, të realizuar nga Hendikos këtë vit, dëshmojnë se më pak se 1/3, respektivisht vetëm 30% e detyrimeve dhe standardeve të vlerësuara ndërkombëtare për personat me aftësitë kufizuara janë të përfshira plotësisht në legjislacionin e Kosovës. Pjesa tjetër janë pjesërisht të adresuara, e rreth 20% mungojnë tërësisht dhe janë fare të paadresuara. Kaq mjafton nderuar deputet për të kuptuar sot me 3 dhjetor që mesazhi i qartë për të gjithë ne këtu është që kemi bërë pak, kemi bërë jashtëzakonisht shumë pak, për të garantuar një jetë të dinjitetshme këtij komuniteti në vendin tonë. Dhe ndryshe nga çdo komunitet tjetër, aftësia e kufizuar te i kalon të gjitha identitetet, gjinin, racën, klasën socioekonomike, fen, kombësinë. Pra çdo çështje dhe politik prek jetën e njerëzve me aftësitë kufizuara, shpesh në margjina shumë më të mëdha se sa grupet tjera. E sidomos këtë vit, problemet e lindura gjatë pandemisë po prekin në mënyrë disproporcionale personat me nevoja të veçanta, përfshirë këtu sfidat e qasjes në kujdesin shëndetësor, impakti në shëndet i virusit COVID-19, qasja në arsim dhe papunësia tepër e lartë. Fatkeqësisht ne ende sot e kësaj dite nuk kemi të dhëna të sakta se sa persona me aftësitë kufizuar jetojnë në Kosovë. E një gjë e tillë është konfirmim i faktit që ne nuk po i zbatojmë ligjet që i kemi miratuar vetë. Është kaq e thjeshtë pra. Ende Kosova se ka marrë mundin as të evidentoj numrin e saktë të këtyre personave me nevoja të veçanta, në mënyrë që pastaj të angazhohemi vërtet në përpilimin dhe dizajnimin e politikave të targetuara mirë. Pas statistika nuk ka dhe nuk mund të ketë politika të mirëfillta. Prandaj çdo dokument strategjie, çdo plan aksional që mund të ekzistojë në këtë fushë, mbetet vetëm një dokument i shkruar dhe rrallë herë ose as pak i implementueshëm në praktik. Dhe kjo është e pafalshme. Është e pafalshme që prafërsisht diku vetëm 10% e fëmijëve me aftësi të kufizuara vijojnë mësimin në shkolla publike të rregullta në Kosovë. Ndërkaq pothuajse 90% e tyre kanë mbetur jashtë shkollave.
Theksoj, këto janë vetëm vlerësime të përafërta në mungesë të statistikave. Dhe dua ta rikujtoj atë që e kemi thënë shpesh. Arsimi ndërlidhet ngushtë me vende më të mira pune, jetë të dinjitetshme, siguri sociale, ekonomike dhe mundësi për pjesëmarrje të plotë në shoqëri. E nëse këta 38.000 fëmijë nuk janë në shkollë, ne dhe vetëm ne, po u amohojmë atyre mundësinë për punësim, mundësinë për pavarësim, mundësinë për integrim, jetë të dinjitetshme e shkollim e punësim me dinjitet. Është e pafalshme që edhe kur fëmijët me nevojat veçanta e kanë fatin të ndjekin mësimin në shkollë, ata vazhdojnë të jenë të kufizuar në hapësirë, sepse kush nuk e ka marrë mundin të siguroj këtyre fëmijëve një lift apo pjerrina që ata të kenë qasje në kabinete e hapësira shkollore në katin e dytë apo të tretë. Pra vërtet kemi lënë shumë për të dëshiruar sa i përket standardeve të ndërtimit si vend, por njëjtë si shpresim të respektohen specifika tjera si shkallët e emergjencës, masat e sigurisë kundër zjarrit, tërmeteve të tjera, po kaq natyrshëm e domosdoshëm do duhej të respektonim e integronim të gjitha standardet e ndërtimit që i përgjigjen nevojave të personave me aftësi të kufizuara. Pra është e pafalshme që nuk kemi arritur që shumicës së fëmijëve me nevojat veçanta të sigurojmë asistent personal në shkolla, pajisje ndihmëse e karroca, transport për në shkollë pa pagesë, fizioterapi e t'i aftësojmë mësuesit tanë që t'u qasen atyre ashtu siç ata kanë nevojë si fëmijë. Gjithnjë është gjetur buxhet për asfalt, por jo edhe për këta asistent. Është e pafalshme që qoftë institucionet publike ashtu edhe ato private, në shkolla, spitale, firma, avokature, universitete, pothuajse në çdo ambient, shohim shumë pak persona me nevojat veçanta që kanë qasje. Megjithse ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim kërkon që ose i obligon institucionet që të punësojnë një person me nevojat veçanta në çdo 5 ditë të punësuar, është besoj e qartë që ky ligj ende nuk po gjen zbatim në shumë institucione. Nderuar deputet, Riad Mehmeti, i cili sot është në mesin tonë, dhe nuk është hera e parë, sepse ka udhëheqë edhe seanca në këtë kuvend, si një kryetar ose president i ardhshëm. Riadi, një kampion i kohëve tona, para pak kohë na u drejtua me këto fjalë. Dhe nëse sot ju duket vështirë juve të qëndroni në karantinë, paramendojeni se si ndihen të gjithë miqtë e mi që jetojnë me nevojat veçanta dhe detyrohen të jetojnë kështu për tërë jetën e tyre, të mbyllur e të distancuar socialisht. Ma thoni si ju duket. Ta përsërisim pyetjen e Riadit, se cili prej nesh, e sidomos ne që e përjetuam izolimin dyjavor. Ta themi se si na duket dhe ta ndjejmë për brenda se atë që e ndjejnë të gjithë personat me nevoja të veçanta, si që ka thënë Riadi gjatë tërë jetës së tyre. Të dashur qytetar, thuhet që rreth 15% e popullatës në botë ka ndonjë paaftësi, qoftë fizike, mendore, intelektuale apo shqisore, por unë besoj që nuk ka njeri me aftësi të pakufizuara. Secili prej nesh i ka ato të kufizuara. Prandaj ta kuptojmë këtë kategori, këtë komunitet të njerëzve tanë, sepse deri tani i kemi dëgjuar shumë pak. Kemi zgjedhur kulturën e izolimit të tyre në vend të integrimit. Kemi zgjedhur përjashtimin në vend të përfshirjes. Kemi zgjedhur heshtjen në vend të angazhimit e mobilizimit të vërtet në këtë drejtim. Edhe pse në këtë kuvend është bërë një hap i rëndësishëm në vitin 2018 me integrimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në agjendën e zhvillimit kombëtar të vendit, duhet të inkurajojmë njëri tjetrin e të mobilizohemi bashkarisht që ta bëjmë edhe këshillin për zhvillim të qëndrueshëm të aktivizuar plotësisht të dëshmojmë që nuk jemi thjesht në një organ që aprovon ligje e nuk merret pastaj fare me zbatimin monitorimin e zbatimit të tyre. Sepse kjo s'ka të bëj vetëm me zbatimin e legjislacionit, por ka të bëj së pari dhe mbi të gjitha me respektimin e të drejtave të njeriut për të gjithë pa dallim. Dhe për fund, është vërtet koha që të shohim mundësitë që kemi për të shndruar aftësitë të kufizuara në aftësi të plota, sepse ne si shoqëri
Ka shumë më shumë mënyra për të kontribuar në këtë drejtim se sa që kemi pasur para 20, 50 apo 100 viteve. Ka një numër të pafund mënyrash për të kontribuar në botën në cilën jetojmë sot, në botën e inovacionit, shpikjeve teknologjike, avancimeve marrëmendëse shkencore. Dhe duhet përfundimisht ta ndrojmë perspektivën që ka shoqëria mbi personat me nevoja të veçanta. Le të mos e shohim si kufizim, por përkundrazi potencial e mundësi që ata e ofrojnë për t'i bërë gjërat ndryshe e shumë më mirë se sa që i kemi bërë deri sot. Në jetë, çdo rrethan e çdo sfidë pritet nga ne që t'i bëjmë gjërat më mirë, të gjejmë zgjidhje, të jemi bashkëpunues në punë ekipore, të mendojmë për te zgjidhjeve të përditshme. E në një botë ku çdo ditë duhet të luftosh për të bërë zgjidhje vet, nga që institucionet dhe shoqëria s'ka bërë asgjë për ta, për t'ia bërë më lehtë jetën, personat me aftësi të kufizuara janë një aset i çmueshëm, janë një potencial i jashtëzakonshëm, janë burim i zgjidhjeve ideve për të cilat kemi aq shumë nevojë, ne si rreth shoqëror, ashtu edhe tregu i punës së Republikës së Kosovës. Prandaj gjithsa po shohim për mënyrat se si të këndellemi për të mirë e të rindërtojmë ekonomitë tona pas pandemisë në përputhje me temën zyrtare të kësaj dite, le të sigurohemi që rimkëmbja të jetë gjithëpërfshirëse. Pra rimkëmbja të jetë gjithëpërfshirëse, e qasshme për të gjithë dhe e qëndrueshme, sepse përderisa personat me aftësi të kufizuara kërkojnë të jenë po aq të mirë sa të tjerët dhe mund të jenë po aq të mirë sa të tjerët, përderisa e kanë këtë mundësi, ju them që ju meritoni çdo mundësi për të bërë punë akoma edhe më të mirë se sa ne të tjerët. Sot nuk po flasim as për kampion të veçantë e as për viktima, sot po flasim për të gjithë ne. Sot po flasim për secilin qytetar ton, po flasim për ata të cilët e meritojnë dhe ndaj të cilëve e kemi obligim kushtetuese moral për t'u garantuar e ofruar vend, hapësirë e mundësi të barabarta për të gjithësh. Ju faleminderit. Faleminderit.